محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Falënderimet të takojnë Allahut të madhruar, atë e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, atë që udhëzon Allahu nuk ka kush që e humb dhe atë që Allahu e lën humbje nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Të nderuar vëllezër, jeta e kësaj bote është aktivitet, është investim, nganjëherë bëhet edhe sakrificë. E në gjitha këto lëvizje që derisa frymojmë, derisa jemi gjallë janë të pandalshme, kemi nevojë për energji të vazhdueshme që me na majtë në lëvizje. Kemi nevojë për motiv i cili nuk shuhet asnjëherë. Përndryshe, nëse shuhet motivi për lëvizje, njeriu nuk lëviz. Kur s'lëviz, bëhet i padobishëm dhe nuk ka mundësi dikush me thonë unë rrin një vend, pra edhe nëse nuk eci përpara, po mrapa nuk shkoj. Te njeriu kjo nuk është evidente. Nëse nuk eci përpara, ka me shku mrapa. Ajo që është e rëndësishme në këtë aspekt, motivi i pashtershëm, si burim i pashtershëm energjie është dashnia në përgjithësi, mirë pa ajo që besimtarin e shtin lëvizjen vazhdimsi është dashnia për Allahun fuqiplot. Dashnia për Allahun e bën ibadetin dhe jo vetëm ibadetin, po në përgjithësi për uljen ndaj Allahut fuqiplot e bën të këndshme, e bën të lehtë. E kom thonë disa herë, njerëzit çuditën qysh ne muslimanët gjatë gjithë jetës i falim 5 kohë namazit çdo ditë. Para prakisht tu marr abdese, tu veshe, tu pas kujdese, tu kthy ka kibla, gjithë to përgatitje, edhe gjithë ajo kohë dhe ai përkushtim ku e gjejmë na energjinë, për arsye se me e kthyer prej jashtit për një moment kur s'kena pushim prej namazit. Mirë po është ajo dashnia që e kemi për Allahun fuqiplot, e cila na shtin në këtë lëvizje dhe nëse të dikush vrejmë se ka ngecje, s'po lëviz, s'po hec, nuk do të me shty me zor me hec, po do të mja regullu ku e ka defektin, do të me i kallëzu se për me pas sukses jeta e kësaj bote, e kur ka sukses jeta e kësaj bote, ka sukses edhe ka kuptim edhe ahireti, vyn dashnia për Allahun fuqiplot. Që kjo dashni për Allahun kompenzon shumë gjana. Na si njerëz jemi me shumë tmeta, jemi me shumë mangësi, jemi edhe lëvizjet i kemi të kufizume, po dashnia nga njëherë na çon, dashnia për Allahun na çon atje ku nuk na çojnë kom, atje ku nuk na çojnë rrotat e kerrit. Pse? Se çaj dashni shndrohet në një njet, në një motiv, në një sinceritet, ku njeriu e don të mirën edhe atëherë kur s'mundet me arrit të ajo. E kemi të ditën, njerëzit që Allah i madhruar i ka barazu në shpërblim, janë ata kategoria e parë, ai i cili edhe din edhe vepran. I ka dhonë Allahu men, i ka dhonë edhe pasuni, ai atë pasuni e menaxhon mirë, e shfrytëzon për të mirën e vetë dhe të familjes, mirë po i ashojnë hajrën edhe të tjerë. Një tjetër është ai i cilit Allahu i ka dhonë men, po si ka dhonë pasuni, ai thot, të kisha pas edhe unë, kisha vepru si filani, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot çta dy janë të barabartë në shpërblim. Jo në sasinë e shpërblimit, po në statusin e të shpërblimit. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Edhe ne, domethënë ajo dashni që e kemi për Allahun fuqiplot, nganjëherë na çon edhe na ngrit atje ku nuk na çojnë këmbët tona. E ka pyet njëri pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i ka thonë ja Rasulullah, kallzom kur është kiameti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë punën kur është kiameti e ka pas të kryme herët besimtarët e kanë marrë vesh se veç Allahu e din kur është kiameti. Po tash për mos me elon pyetjen me kalu pa përfitim,
I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ty po t'intereson kur është kiameti, çka ke përgatit për kiamet? Ai burri thot, vallahi ja Rasulullah, s'është që kom përgatit diçka shumë, as shumë namaz, as shumë axherim, as shumë punë të mira, veç një gjë e kam, edhe shpresoj se ç'kjo kam me nxjerr faqe bardhë. Thot, e du Allahun edhe pejgamberin. Fort e du Allahun edhe fort e du pejgamberin, alayhi salatu wassalam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ti do t'jesh me ata që i dan. Do në çka dashni, ka me të çu, që atje ku ti synon, edhe pse po ankohesh që ndoshta s'ja ke dal, s'ke pas mundësi me e bo shumë hizmetin, për me mri funit na me veprat tona të ndërrum vllazën, as me kom tona, as me pasunin tonë, s'është që mrim as deri te dera e xhenetit, çush na ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, e meritojmë dashninë e Allahut, e meritojmë rahmetin e tij, ai pastaj me rahmetin e vet dhe me dashninë e vet na çon aty ku është mas mire. Ç'kjo dashni, jo vetëm për Allahun, po edhe në jetë na bën me funksionu. Pse janë të lidhur njerëzit në atë bashkësinë e vogël që quhet familje? Pse prindrit edhe evlat natyrshëm janë të lidhur edhe duhen ndërmjet vete edhe respektohen ndërmjet vete? Për çfarë arsye? Është për shkak të dashnisë. E pse është kjo dashni të njerëzit? Është për shkak të dobisë, për shkak të hajrit që e shohin njerëzit prej njëri tjetrit. Shkrimja me përdor për shkak të interesit, me thonë, po interesi gjithmonë është i keq kuptuar, por realisht interesi është dobia. Thot një urtësi, thot njeriu është peng i mirësisë që e ka përjetu. Nëse dikush të ka bo mirë, ai të ka bo për vete. Vetë që si e bo sklavi i ti. Pse? Se thu, ky më ka bo mirë, unë jam mirë njës këti gjithë jetën. E tani këtu radhitën, pa dyshim, ka listë, ata që ja u kemi pa hajrin mas tepër, me kush janë? Për njerëzve, janë prindrit. Ata që pa kushte, pa prites, pa ulo, për atë arsye, ekziston edhe ajo logjika, kur i thu dikujt, ma bo halal se të bona telashe, thot mos e përmen. Pse? Për shkak të dashnisë, ai nuk e nin as lodhjen, për shkak të dashnisë, ai nuk e nin as se është shpenzu, as se është harxhu, as se ka humb kohë me ty, as kështu me radhë. Pse? Se dashnia e kompenzon krejt që ato që ka njeri e bën për tjetrin. Edhe në këtë rast pra, funksionojnë këto lidhje të mrekullueshme për shkak të asaj dashnie. Dhe paramendo na ju jemi mirënjohës njerëzve pse na kanë bë mirë, e harrojmë me qenë mirënjohës ndaj Allahut, një pjesë e njerëzve harrojnë me qenë mirënjohës ndaj Allahut, e gjithë të mirat i kemi prej Allahut fuqiplot. Allahu i madhruar kur e përshkruan një aspekt të njeriut, jo njeriun, se s'janë krejt njerëzit qështu, po mundet me konë se cilit qështu, thot innel insane li rabbihi lekanud. Njeriu në raport me Zotin e vetë mundet me qenë shumë përbuzës ndaj mirësive. Pse? Për arsye se gjatë gjithë jetës, se cili prej neve, me moshën e vetë që e ka, kemi shiju veç mirësit e Allahut, kemi jetu me begatit e Allahut, kemi vepru me mundësit që Zotin a i ka dhonë, vjen një moment i smundjes, ose i skamjes, ose i sprovës, ose i të pakantshmës, që prap a ju mundet me konë mirësi, po është pak e dhimbshme. E ka një kosto, edhe na me njëherë thojmë, na shkon menja me thonë, e pse mua Allahu ma qëj këtë smundje? Pse une, në mesin e njerëzve, pse une me u sprovu? E që realisht, nuk do të dojë besimtari me mendu kështu. Pse? Për arsye se dhe smundjen, kur ta dërgon Allahu, për të mirën tane e ka dërgu. Mundet me na shku me qysh smundja për të mirën tane. E kalon Allahu një shpërblim mas smundjes. Edhe mas cilës do sprovë, që kur dalim para Allahut, edhe e shohim aty ku kena bo sabër, sa kena me fitu, këshum pas qef, që ma shumë të kishum pas sprova, se sa rehati, po ndonjë zbon me i lypë sprovat, e kena thonë edhe frikë para 2-3 jave, sprovat zbon me i lypë, se Allahu e din që fiqan, edhe kur e qënë Allahu sprovën, e qënë edhe gajretin. Kur e lypëm sprovën, mundet mos me konë gajreti dhe aty masani që regulohen gjanat. Mirë po, qka do që të qënë Allahu, qka do që të jepë Allahu, do të me konsideru se është mirësi për neve, e pastaj kur këte e shohim me dashni për Allahun, pa dyshim që e shijojmë edhe ambalsin e imanit.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka tregu çysh shijohet ëmbëlsia e imanit, i ka përmend 3 gjana, edhe e para prej tyne është an yuhibba Allah, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Ëmbëlsia e imanit përjetohet duke qenë Allahu dhe i dërguari i tij më i dashur tek ti se çdo kusht tjetër përveç atyne dyve. Allahun me e dasht mas shumti, masanej pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e masanej vin tjetë, dashnia nuk harxhohet. Pse e shpërndan shumë njerëz, do me thonë që kur e du Allahun shumë, për babën e për nanën nuk mbetet. Jo, mbetet për të gjithë, mirë por renditja do të me qenë, si mbas asaj logjikës, kujtja ke pa hajrin mas shumti, e s'ka dyshim se ne të gjitha të mirat i kemi prej Allahut fuqiplot. E ato mirësi që i kemi, kur i shoqëron vetdia jonë për një gjatë tillë, ajo shndrohet, edhe në gatishmëri për me falëndëru Allahun, e Allahu pastaj i shton, po shndrohet edhe në dashni, e cila njëkohësisht është burimi i energjisë edhe burimi i motivit për lëvizjet tona, e masanej nuk na vjen zar as me i fal 5 vakte gjatë gjithë jetës, as me agjeru Ramazanin edhe kur vjen ndihmën, edhe kur vjen verë, nuk na vjen vështirë as me dhon zeqatin, as me e kry haxhin, as me i kry të gjitha ato obligime tjera që nuk janë vetëm në xhami dhe nuk janë vetëm në ibadet, po ka edhe të natyrave të ndryshme. Allah i madhruar na pajist me dashuri për te, e cila njëkohësisht do t'jetë forcë për neve për me lëviz në drejtimin edhe në kahjen e duhun, e ajo është drejt kënaqësisë edhe mëshirës së tij. E them këtë që dëgjua dhe kërkoj falje për Allahut për vete dhe për ju, andaj ju kërkoni falje se Allah është falës dhe mëshirues. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dashnia me Allahun është reciproke. Allah i madhruar thot, innal ladhina amanu wa amilu s-salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ata të cilët besojnë dhe bojnë vepra të mira, atyne Allahu ka më dhënë dashni. Qështu është kuptimi bukfali ajetit, ka më dhënë dashni. E tash ajo dashni çysh ka me funksionu. Ka më dhënë dashni atyne, me i pajis ata me dashni për Allahun, po edhe Allahu ka me lshu dashni për ta prej vetës. E tash me e dasht Allahu njeriun, a i njeri ka arrit shumë. Në hadith kudsi ka ardhë, fe idha ahbebtu, e kur unë e du robin tim, unë bëhem syni i ti me cilin sheh, veshi i ti me cilin dëgjan, dora me cilin vepran, kama me cilin ec, qka të më lyp këm me i dhanë. Lyp diçka konkrete ja jap, lyp mbrojtje e mbroj, kërkon falje e fali, edhe qështu funksionon mas miri kjo lidhje e jona me Allahun fuqiplot. Allahun na e mundsoft me e jetësu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al-muslimin. Allahumma man aradana wal islam wal muslimin bisu'in farudda su'ahu wa kaydahu ala نحره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم ردنا المسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة.